Lisi ndonjëherë një furtunë nuk mund të arëzoj, por një krim po. Po të regoj një histori interesante. Ishin një tufë e madhe lopësh buall, tiger. Dhe vazhdimisht sulmoheshin nga luanët, por nuk kishin shans të deportonin ato. Ishin shumë të fuqishëm. Luanët ishin tërkohës mbetën të uritur. Nuk deportonin dot të merrnin asnjë buall nga tufa. Vete një ditë afrohet një luani i moshuar, duke çaluar. Dhe u thot buajve, nuk kam ardhur për luftë, kam ardhur vetëm thjesht për të biseduar. Dhe doli përballë i zoti tufës, i madhi, kryetari i tufës. Dhe i thot, shikoni, thot luani, ne nuk duam grindje me ju, por bualli i verdh, ne sa herë shikojmë atë sarojmë dhe nuk e kontrollojmë dot veten. Po të na jepni ne atë, atëherë ne nuk do e prekim. Do mendojmë, thot bualli, veten në tufë, dhe e vendosin që mos zihen më me luajin, do jepni buallin e verdh. Në atë kohë doli një i moshuar dhe i thot, mos e jepni buallin e verdh, sepse ai bën strategjinë e mbrojtjes. Por nuk e dëgjuan, e dhan buallin e verdh, duke menduar me shpresën se nuk do t'i preknin më luanët. Pas një periudhe erdhi prap luani, plak, dhe tha, ne u tërhoqëm, por bualli me bisht shkurtër, ne na acaron sa herë shikojmë. Na jepni atë dhe nuk kemi problem me jo. U dha dhe bualli me bisht të shkurtër. Dhe kështu sa herë tek i luanëve mbetin si ishin të uritur, duke nxjerrë një pretekst, e merrni edhe një buall. Sa tufa u dobësua dhe nuk ishte më nevojë për pretekse, direkt sulmonin. Të mërzitur buajt fillon të komunikonin me njëri tjetrin. Ne ishim fuqishëm. Ku e humbon luftën e? Atëhere bualli i plak tha që në momentin që dhat buallin e verdh. Kjo lidhet shumë me jetën tonë. Ajo që ne na mbante njerëz, ajo që ne na bënte të ndishim krenar, ishin traditat. Dhe bualli i verdh ishte urtësia e motshme. Ata që ne na mësonin si të silleshim, si të flisnim me vlera, si të respektonim të mëdhenjt, si të përfitonim nga ata. Dhe ata ishin niveli që mbanin këtë popull me themel të fortë. U hoqën sepse ato ishin pra panike po të dëgjonin të moshuarit, ata s'marrin vesh. Traditat ishin pra panike, nuk duhet të bëheshin, bualli me bisht të shkurtër. Nuk shikoi tradha, dashuria mbi të tëra. Iku dhe një buall. Pastaj filloi femra duhet të jetë pa familje, femra shumë e zonja, iku dhe një buall. U shkatrua familja, imoraliteti, degenerimi doli në rrjetet sociale, sepse ne humbëm luftën që kur vram buallin e verdh, që kur fisnikëria u bë pra panike,
që kur urtësia u bë jashtë kohe, dhe sot fëmijët janë në qiell të hapur, pa mbrojtje, pa mbështetje, dhe luanët tani i marrin fëmijët, i përdorin dhe për të pirë gjakun, sepse bualli i verdh u bë kurban i cili mbronte tufën. Faleminderit që më ndoqët.